edhe ka parashtruar 2 pyetje, por besoj e përmbledhen, thotë që nga viti 2016 LDK nuk ka bërë ndryshime në statutin e partisë dhe as në strukturën e saj organizative. Ndryshimet kadrovike në kryesinë e LDK-s a mund të quhen reforma, edhe thotë në programin e saj zgjedhor, rruga e re, LDK nuk paraqej investime të ndjeshme në sektorin shkencor. Cila është rruga tjetër për zhvillimin ekonomik të një shoqërie nëse nuk investohet në ngritjen e aftësisë prodhuese, me shumë respekt për juve? Faleminderit shumë e para dhe për konsideratën edhe gjithçka tjetër. Nuk e di përbes se çka quhet reformë, sa i përket çka quajnë tjerë reformë dhe çka quajnë reformë kadrovike. Ne jemi parti politike, statuti natyrisht ndryshohet. Kish me ndryshu në qoftë se na kemi pengesa, shohim që disa nenet e statutit janë bë pengesë për ndonjë proces apo qëllim reformativ të cilin partia e ka pasur, dhe si struktura nuk është që na ka paraqitur ndonjë pengesë diku statuti, kështu që kur do që strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës e shohin që duhet me u plotësua dhe duhet me u ndryshu, besoj që një gjë e tillë bëhet, nuk është asnjë problem. Sa i përket reformës, tani nuk e di se çfarë tjerë e shohin, domethënë çfarë shohin reformë. Ne kemi pasur reformë në struktura sepse jemi partia e vetme që kemi pasur 2 palë zgjedhje, kemi pasur zgjedhje të jashtëzakonshme, në kohën kur zoti Mustafa u tërhaq dhe zoti Abdi Gjiku u zgjodh për një mandat 2 vjeçar, dhe kemi pasur zgjedhjet mandej në vitin 2023, zgjedhje të rregullta, ku dhe ky proces zgjedhor ka përfshit të gjitha strukturat e degëve dhe nëndegëve. Dhe kemi ndryshimet jashtëzakonshme, sepse kemi një numër jashtëzakonisht, domethënë janë dikun rreth 909 degë në territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë dikun edhe një numër jashtëzakonisht të madh të nëndegëve të cilat i kemi aktivizuar në diasporë, ndërkohë që në program tani nuk më kujtohet saktësisht pjesa e shkencës, por e di që programi ynë ka qenë një dokument i gjallë, dhe është kry procesi zgjedhor. Unë ftoj zotin Bytyqi që më na shkruaj për çfarëdo elementi që ai mendon që